Allahu i lartësuar thot se ai është i cili zgjedh dhe e din më së miri se ku ta dërgoj shpalljen e tij. Dhe tham se shkaku kryesor për këtë është ajo që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë si mirësi Ibrahimit a.s. në pasardhësit e tij. Mirë po ashtu edhe këtë shkaqe të kësaj dunjaje ka ndikuar që fejat përhapet në mënyrë të shpejtë, saqë për 23 vite për aq sa zgjati shpallja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, parafërsisht i tërgadishulli arabik hyn fen Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në 100 vjetorin e parë pas hijretit, brenda 100 viteve muslimanët arritën që të bëhen superfuqia më e madhe e kësaj bote, saqë në lindje shkuan deri parafërsisht afër Kinës, apo hyn edhe pak një pjesë në territorin e Kinës së Sodit, kurse në perëndim arritën në Spanjë, në Andalus, dhe arritën që të bëjnë presion Evropës, saqë lufta që u bë në afërsitë Parisit shkaktoi pra që muslimanët mos mund të deportojnë edhe ta marrin krejt Evropën. Mirë po ajo që dua të them është se edhe këto shkaqe Allah subhanahu wa taala i ka bërë shkaqet, edhe këto muslimani duhet t'i ketë parasysh.